Është turp i madh që zonjat në këtë moshë, që ka zonjat të cilat janë pothuajse sa zonja Tetja Flora, jo mësu t'i them tash, se jam në televizion, zonja Tetja Flora, do me thënë në moshën të Tetes Flora që janë, do me thënë duhet ne të jemi krenar, se janë gjyshet e fëmive të mi dhe ato që ka shofin. Dhe ato dhe mbajnë mend se duhet të hecin para, pse nuk duhet dikush të del dhe vetë t'i ofroj dhe të bëhet krenar me atë që e ka Tetova. Tetova ka shumë kapital, Tetova ka shumë njerëz të suksesshëm. Po sa na lën të ngrejmë kokë, aty është pikpyetja. E kuptoj. Aq më pak që Kori Teuta është revolucion edhe për artin, por edhe për gratë. I vetmi kor që sot e kësaj dite ende ekziston. Absolutisht. Me gra. Unë kam dëshiroj të ndërhysh. Kur flasim për vlera, nuk e di se sa njeriu është në gjendje ta kupton çka do të thot vlerë. Unë gjithmonë ndalem tek vlera, unë personalisht, kur lexoj artikuj se një artisti për masave jashtë kombit, një qun lajqi, po vunë sot për ta botu një libër, qatë them unë mëj, qatë thot grupi Teuta mëj, mu më qahet, kur lexoj artikujt e ati, aty ndalem. Po qun lajqi ka mbajt gjallë me një popull të tërë, dhe aj ka problem për të botu një libër, për nuk është kjo gjuna, ma thuj ku jën vlerat, ma thuj ku jën institucionet të zgjohen nga gjumi. Na kanë bërzit ma. E vërtet. Jemi